Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shqipëria politike po kalon një situatë në të vërtet absurde, ndërsa nga një anë kemi disa skandale të qeverisë dhe kulmi i tyre është marrja pandehur madje edhe me 2 akuza të zëvendës kryeministres zonjën Belinda Balluku. Nga ana tjetër kjo nuk po përkthehet si një avantazh i madh për opozitën. Protesta e dieshme e opozitës tregoi edhe një herë se opozita jo vetëm nuk frymëzon, por numrat e mbështetësve të saj vijnë gjithmonë edhe duke u zvogëluar. Por çfarë duhet bërë dhe çfarë duhet të krijojë opozita për të frymëzuar popullin opozitar dhe për të krijuar atë që quhet opozitë reale që vën vështirësi qeverinë. Unë kam ftuar një personazh shumë të njohur tashmë prej kohësh, një personazh që gazetarët e duan ta kenë në studio dhe nuk ka gazetar, besoj unë, që nuk ka dëshirë për brenda listën e personazheve për të ftuar, por që sot do synoj që të kem nga ky personazh vetëm gjëra të reja. Alesia Balliu, juriste, avokate, t'i them politikane, ajo absolutisht është në politikë, po duket se duhet të ketë dhe projekte. Alesia, të falenderoj që je në emisionin tim sërish. Falenderoj për ftesën, Landi, është kënaqësi. Tani, më premto të lutem që këtë intervistë ta bëjmë kështu që ti do thuash vetëm gjëra të reja, po përsëritë veten do them stop. Po dakord. Okej? Okej, si parim, okej. Zonja Balliu, çështja nuk është më për të konstatuar. Ti ke qenë nga konstatueset më të hershme të gjendjes së opozitës, të Partisë Demokratike, nga kritiket më të mëdha të saj, therse, jo kritike, po therse fare. Problemi është si ndryshon kjo gjendje, sepse konstato, po pastaj s'ka vlerë. Ndajrë unë do ta nis me shprehjet Luterit që thoshte nëse do të bësh armiq thuaj të vërtetën dhe pastaj do kaloj tek. Ka shumë armiq ke bërë? Ka një problem ADN-ja Partisë Demokratike. Jo, një sekond. Ka shumë armiq ke bërë? Jo. E thash në kontekstin në kontekstin politik, absolutisht. Politik, se thua të vërtetën bën armiq. Ta thashun, ne të duam shumë ty, ne duam kur bëjmë ato listat Alesia. Më thot ajo gazetarja mua, ore atë Alesia nuk bëj shumë që se kemi marrë. Po pripo kur e kishim Alesia. Jo, thot Alesia thot. Edhe ty të duan gazetarët. Kjo është e padiskutueshme. Është vlerësim për mua. Tani ke bërë shumë armiq në PD? Tani, unë po them që në kontekstin kur thua të vërtetën, pa diskutim që bën armiq sepse askush nuk e do të vërtetën. Se po ta donin të vërtetën, nuk do kishin këtë rezultat që morën dhe nuk do kishin 100 protestues aty tek sheshi për të bërë qesharak. Ishin më shumë. Po ja 200, ja 300. Aq është forca opozitare, me aq njerëz bëhet dot ndryshimi. Me rroktarët e Berishës, me fis dhe farefis dhe një dasëm thret më shumë njerëz. Ti je martuar? Jo, unë jam veshare. Kur të martohesh, sa ftesa do bësh? Po varet kur jo, sa ftesa ta krahasojmë se Taulan Balla me Kryshi të krahasohet. Sa ftesa do bësh kur të martohesh? Po mendoj që do janë shumë. Më shumë se mitingu? Po patjetër, as nuk Alesia Balliu 2 pika. Nëse janë aq sa mitingu nuk ja vlen. Kur të martohesh? Nuk e kam shef dasmën ta vëj private. Pa diskutim kam shefin dasëm të madhe, dasëm tradicionale. Do ftojmë më shumë se sa kishte PD-ja në miting, kështu do bësh. Kjo nuk diskutohet. Kjo nuk diskutohet. Nuk diskutohet fare, Lënde. Tani, brenda kësaj se e hape vetë këtë, nga ata 50 deputet, a ka ndonjëri që ti ke komunikuar gjatë kësaj kohe? Unë komunikoj me shumë deputet partisë. Jo, nga këta 50. Komunikoj pa diskutim. Kam komunikoj. Të japin të drejtë? Ndonjëri tjetër të drejtë? Pa diskutim që japin të drejtë, po secili ka... Po thënë mos i thoj njeriu. Jo, nuk thënë mos i thoj njeriu, pasi secili ka të drejtën e tij për të bërë publik shëndrimin e tij. Momentin që ato nuk e shohin të konsiderueshme që opinionin e tyre ta bëjnë publik sepse i druhen diçka ose mund të i druhen edhe opinionit kundra partisë, kjo është çështje dhe zgjedhje e tyre. Kurse imja ka qenë zgjedhje personale dhe pa diskutim që respektoj edhe kolegët edhe mendimin ndryshe. Por të ka thënë njëri që Alesia ka drejt? Më kanë thënë të gjithë ke të drejtë, Lande. Të 50? Se Berisha s'e ka thënë. Të gjithë ke të drejtë për jashtim madhështorëve që janë
Vokshi, Noka, Boçi, pa diskutim. Jo, nuk i ka marrë mish, këto janë individ që mbajnë peng Partinë Demokratike, janë njerëz të pavotuar nga populli dhe janë individ të cilët japin për publikun një fasadë dhe një hipokrizi politike në të cilën unë nuk bia as pak dakord. Si përgjigjesh ti atyre kur thonë që Alesia ti e bën këtë vetëm se nuk të vun deputeta dhe ke interes të ngushtë personal? Ky është një mashtrim i madh. Ky është një mashtrim i madh. Alesia ka ndjekur foltoren e Berishës pa frikë dhe hezitim, si Boçi që erdhi në fund. Kam qenë e para që kam shkuar në Shkodër, kam qenë e para e cila e kam ndjekur sepse premtoi ndryshimin, premtoi figura të reja, premtoi bashkimin me demokratët. Për çfarë po e bën sot Sali Berisha një foltore 2, kur ti nuk e mbajtur premtimet e foltores parë? Për çfarë bëhet? Mund të ndezi një foltore 2 kur ti nuk e mbajtur asnjë premtim foltores parë. Tani në momentin që ndodhi kjo gjë, që ta sqaroj pyetjen tënde Lande, unë reagova, sepse unë ty të ndoqja për 3 parime, për 3 ideale. Dhe kur reagova ndaj padrejtësisë, që mu bëjo vetëm mua e theksoj, se ishin një mori individësh cilën ju ndodh kjo padrejtësi, ju bë kjo padrejtësi, si në rastin e Darsulës, si në rastin e zonjës Tabaku këtu, si në rastin e Bart Spahis në Shkodër, ishin shumë individ cilët meritonin të ishin pjesë asaj liste për shkak të kontributit, po dhe për shkak të gjithë punës që kanë bërë për Partinë Demokratike. Dhe unë reagova, dhe kur reagohesh bëhesh tradhtar dhe bëhesh armik. Kjo është... Po Berishën e ke takuar? E kam takuar ditën e listës, 20 minuta para mbledhjes kryesisë. 20 minuta? Po. Qa i the qatë tha? Jo. Qa i the qatë tha? Pa diskutim që mbajta këtë qëndrim që kam mbajtur edhe në studio. Jo, Alesia më ka thënë çdo gjë do rregullohet, edhe ka qenë këtu muhabeti në këtë prizëm, edhe unë pa diskutim që dola nga ajo derë për mos u kthyer më, sepse unë maskën e hipokrizisë nuk e vëj dot dhe nuk e mbaj dot, nuk më shkon si format. Ja kam lënë atyre ta mbajnë dhe ja kam lënë atyre të turpërohen siç janë turpëruar. Ato thojnë diçka tjetër, bëjnë diçka tjetër. Politika deri diku është dhe moral, dhe në momentin që ti humb kredibilitetin për publikun, ti nuk bëhesh i besueshëm dhe nuk bëhesh i votueshëm. Ti pretendon që do sjellësh ndryshimin. Ndryshimi vjen vetëm me masën, vjen vetëm me votën, vjen vetëm me popullin. Dhe këto gjëra nuk inspiron më Sali Berisha. Nuk frymëzon më Sali Berisha. Do të pyes pra, do e mbash premtimin që ke bërë në këtë studio që do garosh për kryetar të Partisë Demokratike? Po nëse hapet gara pa diskutim. Në prill mbaron mandati i Berishës. Pa diskutim. Do jesh në garë. Po pa diskutim, do kem madje edhe një platformën time dhe uroj që Sali Berisha mos jetë pjesë e garës dhe të respektoj institucionin e Partisë Demokratike që është neni, që është neni, jo mo, nuk ka lidhje me shanset e mia, ka lidhje me ligjin, me institucionin, institucioni thot që kryetari që humbet zgjedhjet nuk duhet rigaroj. Si më e ka thënë ai? Ai mund të thojë çfarë të doj. Jo, mund të thuash ti çfarë duash. Ai nuk ikën, unë nuk ikën tha se jam misionar, po e tha publikisht. Po mirë, mos iki do ta kthejnë shoqat si LSI-ja me 4 deputet. Së në rregull jeti mos iki, kujt i shërben ndeti aty? Ai sot është qesharak, arsyeja pse Rama mbas gjithë këtyre skandaleve me gjithë ministrat e tij është në pushtet është se është Sali Berisha në krye të opozitës. Sa herë që është opozita me në krye Sali Berishën që proteston, aq më stabil është Rama. Aq më qesharak bëhen ato me protestat, aq më pushtet i japin Ramës. Arsyeja që Rama sot është në pushtet është pikërisht se është Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike. Nuk e kuptojnë ata aty, Alesia? Unë po flas çfarë kuptoj unë dhe kam për detyrë t'ja transmetoj publikut, t'ja transmetoj popullit. Po sepse ke kaq muaj që i thua këto gjëra. Po patjetër dhe do vazhdoj të them dhe nuk lodhem. Nuk ka ndryshim, po ka ndryshim. Ka ndryshim, ai isha këtu te studioja juaj që thash Elbasani del 14, do të thotë u konstatua. Jo. Tani ka një gjë. Po problemi shndron edhe për bashkitë, edhe për çfarë do lloj gjë tjetër. Populli dëgjon, populli do ndryshimin, nuk vjen ndryshimi o zotëri me Sali Berishën. Sepse Sali Berisha i ka mbaruar koha politike, nuk inspiron më askënd Sali Berisha. Ndryshimi vjen me masën dhe ndryshimi vjen pa diskutim dhe nga frymëzimi. Ky individ nuk frymëzon më askënd. Okej, Alesia, me shumë respekt për ty, për guximin tënd dhe mënyrën tënde të drejtë për drejtë, por e thash në fillim të emisionit, konstatimi mbaroi. Domethënë edhe ti tani, unë që dëgjoj,
Unë të them të vërtetën, po lodhem. Pse? Sepse konstatim, mbaroj kjo. Tani ç'do të bërë Alesia? Iku kjo, nuk frymëzon PD-ja. Po ç'do të bërë? Ç'do bëni ju? Se ti, ti e bën vullnetarisht, ty s'u detyron njeri. Po ka aty që ka funksione politike dhe ka funksione në parlament. Çfarë duhet bërë? Zotri, çfarë funksionesh? Ato janë rrugtarët e Sali Berishës. Po mi kështu do rri. Tani, nëse ti pyet mua Alesia është i aftë apo është i pa aftë Sali Berisha, unë do të them që Sali Berisha është i aftë ndër 40 pa aftët që janë aty. 50, pse o që 10? Po se ca janë të LSI-s, ca janë PD-us, unë po marrë këto të grupit parlamentar. Sa ka PD-ja Po më duket 35 janë si grup parlamentar dhe janë ndarë pastaj që i kanë dhënë ca LSI-s edhe ca partisë tjetër për të fituar kohën parlamentare. Është formale ajo, gjithsesi, po. Pikërisht, edhe prandaj drejtohem gjithmonë në këtë aspekt. Je shumë institucionale ti, nuk e vëm dyshim këtë zonja Balliu. Po dhe, ore çfarë duhet bërë? A mund të thuash mua 3, 4, 5 pika, 1. Duhet bërë kjo, 2, 3, 4, 5. Vetëm kështu, Partia Demokratike. Atëherë unë kam. Se të themi që propozimi i Alesia Balliut. Po atëherë e para fillon duke bërë analizën e zgjedhjeve, që ka vonuar ka 7 muaj që flen. 1. E dyta, të pranojnë të vërtetën dhe shkaqet e humbjes së 11 Analiza pra, majit. ajo është. Shkaqet e humbjes 11 majit. Kur them të pranojnë të vërtetën, do të thotë që të kërkojnë atë që kërkon Neni dhe respektimi i statutit që është dorëheqja e leadershipit pa të drejtë rigarimi. Dhe drejtuesit pa të drejtë rigarimi. Jo më drejtuesit hyn pastaj kush ka aspirata, si puna ime apo e çdo kujt tjetër, pa diskutim që të garojë të bëhet një garë e ndershme. 2. Tiki Berisha. 3. Mua e thot statuti, nuk e them unë, Tiki Berisha, se nuk është dëshira ime. Tani landi se ka një gjë. Berisha ishte përballë Ramës në 2013, zotri. Mori 1 milion shuplaka nga populli shqiptar? Po. Po. 2025-ën, a garoi prap ndaj Ramës? A humbi prap? Tani më fal. Tani kjo parti është bërë promë private dhe i shërben vetëm një target grupit saktuar dhe ta thonë dhe mos lodhemi më neve për interesin kombëtar. Kjo është e gjitha. Do thënë, 1 analiza, 2 të largohet Berisha, pastaj 3. Pastaj pa diskutim të hyjë partia në zgjedhje dhe kandidatët pa diskutim. Garë meritokracie, e cila mund sjellë vetëm ndryshimin. Ka vetëm të treja? Ka më? Këto të treja. Këto e ndryshojnë partinë. Këto riorganizojnë landi për. Dhe riorganizojnë dhe çojnë drejt një fryme të re, drejt një klase të re politike, ku do ndryshohet situata dhe secili pastaj merr rol institucional tjetër për të dhënë vullnetin, punën, kontributin për ta ringritur dhe ta bëjë një opozitë serioze, nuk po them për të fituar unë, se kjo që shohim neve nuk është opozitë serioze. Kjo është qesharake. Ka arritur aty sa e tallën balla me statuse qesharake. Është për të ardhur keq që Partia Demokratike ka arritur në këto nivele. Për çfarë? Për shkak të interesit personal dikujt. Po ku ka moral Sali Berisha të ngrej protest? Thotë e pandehura Belinda, i pandehur është vet. 2 akuza Belinda në SPAK, 3 Berisha. 3 Berisha. Ku ka moral? Si do të ndjeki ty populli për rrëzimin? Të ishim një të pandehur, të vëmë një të pandehur tjetër. Njëra me 2 akuza, tjetri me 3 akuza. Landi, Shqipëria ka nevoj për ndryshim, ka nevoj për njerëz të ri, ka nevoj për njerëz cilët nuk janë të korruptuar dhe nuk kanë atë barë të madhe si që ka Berisha 3 akuzat në SPAK mbi supe. Prandaj populli nuk është atje. Dhe më lërë të kujtoj këtu të studioja jote rastin e armëve kimike, kur populli shqiptar do të bëjë ndryshimin, Turma është aty dhe detyron një kryeministrin, po këtë qoftë që të rishet. Por Turma nuk është aty, se është Berisha aty. Dhe kjo është e vërteta për gjithë ato që nuk duan ta pranojnë dhe krijojnë iluzione me poste imagjinare të zëvendës president 81 vjeç nëpër Brazil dhe situata që i shet si shiti La Civitan që i vuri kapelen që t'u dukte më i re. Se ky Sorosi në një anë ka armikun e vet kryesor, nga ana tjetër merr post tek organizata e drejtuar nga Sorosi. Është hipokrizi totale politike. Prandaj ato nuk kanë më besueshmëri. Po ti mendon që mund të ndodhi kjo, Alesia? Po patjetër, unë e shoh nga braktisja e njerëzve, prandaj kam shpresë. Kur nuk është braktisur kaq PD-ja se sot. Kur nuk ka arritur PD-ja. Edhe para 11 majit kur unë e kritikoja, ajo prap kishte një farë. Alesia, ti duhet të kesh qenë e vogël, por Azim Hajdari ka lënë një thënie lapidar në 94, 95.
nuk po e përmend emrin, se është akoma në PD-i dhe siç bëri diçka një deklarat për Azemajdarin. Dhe ai tha, o zotri, tha, kaq njerëz sa mbledh ti, tha, mua më mblidhen, tha, kur më çajet go me makinës, tha, në rrugë, tha. Mes rrugës, tha, jo në Tiranë, jo, tha, por mes rrugës, tha. Për shembull, iki unë, tha, në Tropoj, tha, dhe çajet goma, tha, në Milok, tha, çajet goma, tha, në Lezhë, po them, edhe mblidhen njerëzit, tha, që çar goma, tha, Zemajdarit, go me makinës, tha. Aq njerëz sa mbledh ti. Tani, mbas gati 30 e kusur vjetësh, domethënë përdoret prapë kjo shprehje. Unë nuk e di tani, ajo shpresa që thua ti se ku do gjendet tani. Shpresa do gjendet tek ato njerëz që kanë refuzuar protestën landit Sali Berishës. Te demokratët e vërtet, te demokratët jo të shitur, te demokratët që duan ndryshimin. Ato i kenë nëpër shtëpia sepse nuk dalin më të protestojnë për Berishën, se kanë kuptuar që Berisha është paterica e pushtetit Ramës. Dhe është arsyeja e mbretërimit të Ramës. Po mirë, nuk ka një dikush aty se kam dëgjuar këto ditë dhe të kthehet Lulzim Basha. Aman, të lutem. Lërë më mirë, aman, të lutem. Unë i shëndroj deklaratave të mia. Po lërë, aman, po jo më pse si ke lexuar këto? Jo, unë i kam lexuar, kam qenë e para që kam sulmuar Bashën dhe kur nuk do doja regresin e Partisë Demokratike. Të kthehet Basha. Regresin nuk do ta doja kur. Jo, shkruan dhe dikush që kjo situatë po jep të drejtë Lulzim Bashës. Po kjo situatë nuk jep asnjë të drejtë Lulzim Bashës. Sepse kjo situatë, nëse Lulzim Basha do kishte pasur guximin të vriste babain shpirtëror në kohën e duhur, do ishte kryeministër. Por ishte një kukull e cila gjatë gjithë kohës i shërbente babait shpirtëror dhe në momentin ku nuk i shërbeu, babait i shpirtëror e goditi në mënyrën më të pamëshirshme të mundshme, duke e bërë klon dhe duke e bërë një ndër figurat më shesharake të Republikës Shqipërisë. Tani nuk mund të pretendosh që një ndër figurat më komike të vinë krye të vendit. Unë kur them për progres, them që të ikin të dy shkaktarët që sot Partia Demokratike është në këtë gjendje. Të dy shkaktarët janë Basha dhe Berisha. Berisha gënjeu duke thënë që ne do ta sjellim PD-n pushtet, nuk e përmbush misionin. Kush është misioni jot? Se misioni jot po bëhet si libri i Lulbashës. Misioni im i dështimit. Se mision tjetër shqiptarët nuk po shohin, demokratët nuk po shohin. Kështu që në këtë pikë më pa diskutim që jam për një hapje dhe për një rinovim të Partisë Demokratike. Dhe mendoj që ka ardhur koha dhe demokratët janë duke reaguar, disa me mosprezencë, disa duke e braktisur, disa duke ikur te Rama se janë lodhur nga kjo gjendje, se i ke parë dhe lajmet se sa funksionarë të lartë Partisë Demokratike kanë ikur tek kryeministre. Kështu që e ka thënë edhe publikisht dhe në këtë lloj situate pa diskutim që e djatha është soptuar dhe Berisha nuk është më e ardhmja. Tani, unë kam disa emra këtu që do të pyes ty për këta, që nëse këta mund të bëjnë një lloj revolucioni brenda Partisë Demokratike. E nisim. Engeleda Libeje, Ervin Saliani, Ina Zhupa, Besar Xhaferi, Pelind Këlliçi. A mund të jenë këta, zonja Balliu, nismëtarët, nuk po them pasardhësit e Berishës, domethënë që të bëhen kryetar, po të krijojnë një grup brenda Partisë Demokratike që me të vërtetë të iniciojnë atë që ti je duke thënë për ndryshime. Tani, aty ka emra që kanë kapacitet, ka emra që kanë bërë kauza, ka emra të cilët mund të jenë dhe ardhme e Partisë Demokratike, pa diskutim. Zoti Këlliçi është një djalë i shkolluar në Amerikë, Po sulmojnë fort këto ditë, po gjithmonë sulmohet personazhi i cili mund të aspirojë një ngritje landin karrierë. Ose personazhi që është ndryshe nga turma, nga deri. E ke ndjekur, besoj? Patjetër që e kam ndjekur, por unë... Cili është komente juaj për ato që ai... Unë kam qenë prezente me zotin Këlliçit e të gjithë protestat e Bashkisë Tiranës, kështu që në asnjë moment nuk mund ta pranoja dot landit, thonin që neve jemi bler për t'ikur aty. Unë kam lënë punën time, kam lënë gjyqet e mia dhe kam qenë tek protesta me zotin Këlliçi, sepse besonim te kauza dhe unë besoja te kauza. Jo, aktualisht beson te zoti Këlliçi? Patjetër, unë nuk e mendoj. A e ka guximin dhe atë? Unë nuk e mendoj në asnjë moment që zoti Këlliçi është paguar për të bërë protesta. Nuk është. Për mua jo,
sepse kam qenë në ato protesta vetë landi prezente dhe pa diskutim unë jam një natyrë që ju njihni dhe dini që unë reagoj ndaj padrejtësisë. Dhe kur reagova ndaj Berishës, cilin e kisha ndjekur ndër vite, pa diskutim qofse do ishte e vërtetë unë do ta thoja. Po unë kam pasur vullnetin dhe pa diskutim zoti Kollit që ka qenë dhe në një garë me Erion Velin. Kjo ka qenë dhe arsyeja pse ai ka ndjekur me shumë vëmendje protesta dhe me shumë përkushtim, me shumë punë. Nuk besoj që zoti Kollit që është i shitur në opinionin tim. Po tjetër nga këta? Ervin Saliani është një djalë I cili është buxhetar. Ai si puna jote? Nuk ka rëndësi, nuk të bën postin opozit, postit bën në qeveri. Po ato deklaratat e zotit Saliani, kështu kanë qenë e mesmja e artë. Shiko, por pse ti thot, o zoti Berisha, ti duhet ikë se po na prish punë. Pse se bën ai këtë? Fiksoje këtë gjë, nuk të bën postin opozit. Në opozit të bën kauza, në qeveri të bën posti. Jo, dy gjëra të ndryshme. Të lutem më përgjigj kësaj pyetje. Si mund të bëhet lider zoti Saliani kur nuk I thot zot Berisha, zot Berisha ka bërë disa reagime. Ku e diti që nuk po pret momentin e duhur për t'i dalë përballë nga Rim dhe të presi prillën. Patjetër. Po mbaron mandat e 4 I Ramës pastaj. Kur? Iku. Po mund prill kanë zgjedhjet PD-ja. Kështu që ai mund të jetë momenti që do ta ballafaqojë Berisha. Të garoj përballë Berishës se të fitojë ai me Berishën? Po patjetër mund të jetë plani I tij. Mund të jetë plani I tij. Nuk të njoh si naive ty. Jo, nuk jam naive, po të them mund të jetë plani I tij, po e them në mënyrë hipotetike tani. Kush ka fituar me Berishën o Alesa të fitojë Saliani? Me Berishën asnjë nuk fiton aty, po ka koha është jo në favorin e Berishës. Në mund t'i thua pjesa biologjike? Pjesa biologjike, po dhe për shkak të ta thash të gjithë akuzave që bien mbi të, ta thash edhe për shkak të dështimeve që ka pasur ndaj qeverisë Rama. Nuk mund shkosh për herë të tretë me njëjtin lider që ka humbur 2 herë. Po ai ka thënë unë nuk ikë ti thua ti, ky është një ëndër Alesja. Ore mund të thoj çfarë të doj. Partia Demokratike do hyjë në zgjedhje në prill, me dëshirën apo pa dëshirën e Sali Berishës. Nuk e mbajnë dot Berisha me 5 madhështorë të pen. Kush janë 5 madhështorë? Po ta thash një. Ma thuaj edhe një herë, me 1. Po Flamur Noka 1, 2, Albana Vokshi 2, Luciano Bocci 3, Berisha 4 dhe Tritan Shehu 5. Po mi Gazmet Bardhi ke bërë shok, ha? Po nuk ka lidhje kjo të se shpuna. Po se futu Gazmet Bardhi? Nuk e ka moshën biologjike Gazmet Bardhi. Pas ke rregulluar me Gazmet Bardhi. Po jo, s'ka unë. Po si se futu Gazmet Bardhi këtu? Ai është kryetari I grupit parlamentar, zvendës kryetari I partisë dhe ti nuk fut Gazmet Bardhi këtu dhe fut këta të tjerë. Alesja këtu më zgjiņeve. Unë fus 5 që janë madhështore. Po edhe s'është Gazmet Bardhi këtu? Që kanë mbi 20 vite. Që humbi me mënyrë spektakolare në Fier. Po tani, ndoshta dhe dërguan për të humbur në Fier. Kryetari I partisë. Që nge bërë gazbardhist. Jo. Që nge bërë me gazbardhin, zonja Balliu. Unë nuk jam bërë... Po më zgjiņen këtu. Unë nuk jam bërë me Gazbardhin, por Gazbardhi ka bërë një fushat në një qark në cilën unë kam informacion. Dhe marrë informacion sa kam, e di që është një qark I majt. Pastaj për pjesën tjetër, postet I ka marrë nga kryetari I Partisë Demokratike, që është zoti Berisha, e bëri kryetar grupit parlamentar pa votë, kështu që në çdo kontekst unë nuk do sulmoj Gazbardhin, por do sulmoj autorin, që është po Berisha. Tani ti mund ta çosh diskursin ku ke dëshirë, unë kam një kompleks apo probleme këtë çështje. Si thaj, po bjera rreth ke djegur, Alesja, kjo që ti mbron Gazbardhin, unë nuk e kisha ndërkohë. Po e mbroj Gazbardhin. Ti po e mbron. Nuk po e mbroj. 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 Ti po e mbron Gazbardhin. Nuk po e mbroj. Ti po e mbron Gazbardhin. Po nuk po e mbroj. Ti po e mbron Gazbardhin. Se po ta mbroja Gazbardhin, mund të thoja që është ndër emrat për kryetar të PD-s-s. Po jo, se vura fare unë. Po jo, po dhe mund ta vija unë. Po jo, ti e vije ke drejtën tënde. Po që ti do sulmon Flamur Nokën dhe Luciano Boccin dhe nuk zëngoj Gazmet Bardhin, këtu me thënë drejtën. Po tani, Luciano Boccin e sulmoj sepse e vërtetova me mesazhe që ndërhyvin në një proces demokratik duke bërë një proces vetjak dhe personal, për ego personale. Unë nuk po përjashtoj Gazbardhin, po të thash, nuk isha pjesë... 8 vjetë dhe Lulzim Bashën, sekretari I përgjithshëm, ishte pa aq fajtor sa Lulzim Basha. Lulzim Basha, ta thash edhe një herë, ishte paterica e Berishës. Dhe në qoftë se ka qenë I Lulzim Bashës, ti duhet korrigjosh veten dhe thuash ka qenë I Berishës. Sepse siç e kemi parë, lista ka qenë e njëjtë, si e 2021-shit e Bashës, si kjo që bëri Berisha. Kështu që shkaktari kryesor është po leadershipi.
Personat e tjerë pastaj. Që ke bërë gaz bardhiste. Do kemi një ndërprerje publicitare, kthehemi sërish se me të vërtetë shumë interesante biseda me Alesia Balliu, se ka ca pyetje që nuk janë bërë zonjës Balliu. Prandaj zonja Balliu ka marrë këtë publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Zonja Balliu, po mund të fishpakuj që nge bërë mos u nxehve? Jo. Nxehet Alesia Balliu. Të bërat pishuj. Të bërat pishuj Alesia Balliu. Alesia, po mi po, dakor ti në politik po shkëlqen për vërtet, pavarësisht se si e deputete që po tani disa gjëra kështu do na thush për veten tënde, ti nga Elbasani. Studion e avokatisë e ke këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. Sa vjet ke në studion e avokatisë? 5 vite. 5 vite. Çfarë çështje ke zakonisht civile apo penale? Penale, pasi unë dhe masterin e kam bërë për penale. Ju keni studiuar për jurisprudencë? Për jurisprudencë në Tiranë, mbrapa kam bërë master shkencor. Në Universitetin Evropian të Tiranës, po? Shkencor në drejt publike ndërkombëtare penale. Po aty? Po aty, pastaj kam zhvilluar shkollën e avokatisë, pastaj kam hapur studion tim dhe aderoj profesionin tim prej 5 vitesh tash. Je e pasur? Nuk jam e pasur, nuk jam e varfër, jam intelektuale, jam shtres e mesme dhe jam krenare për veten time. Po sa gjyqe ke fituar gjatë vitit 2025? Se kështu masi ju? Tani, ka pas gjyqe që kam fituar, ka pas dhe gjyqe që kam humbur, pasi jo çdo gjë fitohet dhe arrihet me sukses, por që unë punën e marr me një përkushtim të madh dhe më pëlqen shumë profesioni që bëj. Ke pasur një personazh si klient nga këta të njohurit për çështje të njohura? Jo, kam pasur klient jo kaq shumë të njohur sa për mediat. Por zakonisht çfarë çështje penale të cilit karakter? Po të gjitha karaktereve që përbëjnë veprat penale. Jo, e kam fjalën veprat të rënda vrasja, apo për shembull të krimit ekonomik. Këtu po të gjitha llojet, plagosje, të gjitha. Po çështje në SPAK ke mbrojtur? Jo, nuk kam mbrojtur çështje. Nuk e mbrojtur. Si mbrojtur? Atje na mbrojtur, atje ka është një personazh atje. Alesia Balliu, avokate e filanit. Ja do ishte shumë e bukur. Ke si synim që të kesh mbrojtje të një personazhi që është në SPAK? Nuk kam synim mbrojtjen e personazheve kush hyn apo kush del nga SPAK-u, rëndësi ka të bëj punën siç duhet klientëve dhe pa diskutim që t'jap rezultatet sa më të mira dhe të ngelen të kënaqur nga puna dhe profesionalizmi. Aspirat kam të botoj librin tim të tretë. Ja, se ma ka thënë njërë këtë, e kam kujtuar, do të pyes. Tani, te kjo e profesionit tënë, te avokatia, je kënaqur me punën që bën? Jam me kënaqur. Je kënaqur? Jam me kënaqur. Ke një model, ke avokat kështu që ti e vlerëson? Nuk është se kam një model këtu në Shqipëri. Po, profesorët e tu që të ka dhënë jurisprudencë? Profesorët e mi kam një respekt veçantë për njësër emra si Xenofon Kristafi, Romeo Gurakushi, Arjan Besari, po. Ka dhënë Romeo Gurakushi, profesori i historisë? Po, të drejtën institucioneve, filozofin po në Bari, ka qenë një ndër profesorët më të mirë edhe pa diskutim që kam fituar shumë. Arjan Currin prapë kam pas pedagog, ka dhënë po, logjikën. Si e shikon Arjan Curri kështu si analist? Se ka qenë një kolegu im tha këtu, ka qenë prift tha dhe është bërë analist. Në mësimdhënie dhe në leksion ka qenë gjithmonë korrekt, ka qenë gjithmonë i përpik dhe pa diskutim ka qenë një pedagog i mirë. Ti je nga Elbasani? Po. Ke lindur në Elbasan? Po. Çfarë është Elbasani për ty? Elbasani është rrënjët e mia, babai im, gjyshi im, familja ime. Ka qenë të lidhur, ka pasur një arsye pse ti ke qenë e impenjuar me Partinë Demokratike? Ka tradit familja? Po, çuni Xhadit Babit, Ilir Balliu ka qenë kryetari i PD-s dhe themeluesi i PD-s në qarkun e Elbasanit. Dhe pa diskutim që ka kaluar tradit familjare dhe isha e djathtë me bindje nga familja. Nuk të thonë këto kohë, Alesia po bolla ngelet duke i sulmuar atë PD-s. Nuk të thonë andej nga Elbasanit, marrin andej?
Po ma kanë thënë faktikisht bolli redaktorit edhe i kam thënë që me të vërtetë nuk bëj kompromise, sepse një ndër shprehjet që unë ja adhuroja Sali Berishës ishte kur thoshte midis nënës time dhe të vërtetës zgjedh gjithmonë të vërtetën. Dhe duke pasur Berishën si një ndër personazhet që e kam ndjekur për vite, nuk mund të veproja ndryshe edhe në rastin Idulli yt ka qenë Sali Berisha? Nuk ka qenë idulli im, ka qenë lideri im politik në një parti në të cilën unë kam aderuar prej shumë vite, shumë moshën 15 vjeçare Landi. Kështu që ca të vërtetat i themi. 15 vjeçë? Po, ca të vërtetat i themi. Ishe gjimnaz? Po. Në Elbasan? Po. Në cilin gjimnaz atje? Te Konstantin Kristoforidi kam përfunduar. Atje dhe organizoheshit me Partinë Demokratike, ishe vetëm ti apo dhe shoqe? Unë kam pas shoqe mi kesha, po gjithmonë ka qenë i madh që më merrte, se siç ta thash dhe prej lidhjes familjare që kemi pasur me PD-n, kontribut gati 30 vjeçar që në krijimin e Partisë Demokratike, familja ime dhe pa diskutim që dhe ADN-ja ime do ishte djathtë, dhe ta thash unë kompromis me të vërtetë nuk bëj. Pra skënd. Ke thënë dhe herë tjetër që ke ndërmend të nxjerrësh një libër. Për çfarë bën fjalë? Unë kam vërë 2 libra faktikisht, Landi. Një e kam botuar... Profesional? Po. Tabula rasa pa qëndrueshmëria e institucioneve shqiptare, kam botuar në vitin 2021, që kam folur për ligjin, dhe kam bërë një libër dytë që e kam botuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po pse atje se botuar këtu? Për trafik, po është në anglisht. Është në anglisht? Është në anglisht. Prandaj e kam votuar atje, që është për trafikun e drogës, pastrimin e parave të pista, Shqipëri, Dubai, Kolumbi, dhe lidhjen e figurave të politikës dhe si pastroheshin... Shqiptare. Po pse botove në Amerikë, se botove këtu? Si pastroheshin paratë ndërmjet fushës ndërtimit në Shqipëri. Po pritani se ky libër... Dhe detajet të tjera. Ky është libër studimor. Ky do një intervistë tjetër. Studimor. Po. Do një intervistë ekskluzive tjetër. Jo, po kjo që nga shumë e rëndësishme, ti duhet ta botosh këtu edhe në Shqip njërë. Atë e kam botuar në Amerikë, do ta përkthej edhe në Shqip, madje nga java që vjen kam një event në një qytet me shumë intelektual, cilin kanë shfaqur interes për librin dhe do ta promovoj, kështu që besoj do më ndjekin edhe njerëz në rrjetet sociale. Edhe unë me kënaqësi do të ftoj për librin, por libri tjetër që ke ndërmend? Apo është ky? Jo, këto janë 2 libra që unë i kam votuar. Që i ke votuar, po? Libri 3 tani unë që dua të ndërmarr faktikisht një iniciativë për një libër të tretë dhe kam dëshirë ta bëj në lidhje me Kosovën. Me Kosovë? Se unë jam bes Kosovë, Landi. Si bes? Jam bes pasi gjyshja, mamaja babi tim ka ardhur në Elbasan. Ç'a thua? Me ç'a mbi emri? Ferizaj. Mbi emri Ferizaj apo nga Ferizaj? Ferizaj mbi emri. Po nga cili qytet, nga Ferizaj? Nga Ferizaj. E kishe mbi emri Ferizaj? Po. Po si, ku ju me gjyshin të dhe? E ka marrë kështu me shkuesi. Me shkuesi? Po. Po nga Kosovë, në cilin vit? Viti nuk e di, Landi, me thënë të drejtë. Por vite i bje para luftës? Diçka e tillë. Po, para luftës, ose edhe në luftë, po, do të thënë para vendosit komunizmit. Mos ngatro me vitin se nuk e di fiks, me thënë të drejtë. Ja, po që nga bukur kjo. Dhe ti je mbes kosovare. Mbes kosovare. Po tani e kuptova unë se e kështu si tritolti. Po ti fono, se thashun, Elbasanlin janë qik turp, do të nuk e kanë këtë, po ti që nga... I kam gjaj gjyshes, me siguri. Ato genet që t'janë zgjuar ty, janë nga Kosova, do më thëmë. Do dhe mos të mburët njeri atje të PD-ja që po bën betej Alesja një vajzë në Elbasani, po bën betej Alesja një vajzë në Elbasani me gene nga Kosova. Mbes Kosova. Mbes Kosova, po mi pa me gene nga Kosova. Tani e kuptova. Po ke shkuar te shtëpia e gjyshes në Ferizaj? Po, më patjetër kam qenë, kam familjarët e babit. Ka njerëz aty, do të thënë pasardhës? Po, motrën e vet, ka pasur ato çunat e tezes, i matë më çonte shpesh faktikisht kur ishte gjallë. Dhe më pastaj. Po tani e ke vajtur ti? Ta kam vajtur më rrallë. Me babin shkonim pothuajse një orë 2 javë, Landi, dhe kisha atë dashurim për Kosovën edhe shumë të madhe. Pra, të drejtën dhe prandaj ti na zbardhe një gjë që ne po thosh, pritore se ka ca element kjo që sikur nuk të dalin llogari, po tani e kuptova. Tani se zoti Berisha ti e di që ai thotë që un jam nga Gjakova. Po unë nuk e dija që Alesja Balliu që i kundërvjet zoti Berisha është nga Ferizaj. Tani e kuptova duelin. Dueli brenda Unë jam nga Elbasani, po mbes në Ferizaj. Po mbes ke genet atje, nuk ka genet nuk bën ujë. Gjaku nuk bëhet ujë. Prandaj ta thash dhe unë, prandaj ta thash. Ti je nga Elbasani, pa diskutim, po ke genet nga Ferizaj. Alesja,
Ti në Elbasan, përveç pjesës, po themi edhe politikë që e vogël, edhe me mësime si ke qenë? Shumë mirë kam. Shumë mirë, Shumë mirë. Mban mend një profesor në një zysh që sot i dedikohesh? Po Migenën faktikisht, nuk është se i dedikojmë letërsim, jepte, ka qenë kandidate faktikisht tani për deputete me Partinë e Bashkës, po ka qenë një ndër mësueset më të mira tek gjimnazit. Migena kush? Ja harrova emrin, me thënë të drejtë. Dhe ti jep të letërsi? Po, sa ka vite, Lande, ka vite. Po, çfarë pëlqen ajo që ti jep të letërsi? Çfarë të inspiroi ty ajo që ti lexoje letërsi? Ishte një ndër zyshat më të përgatitura. Më të përgatitura, më të dashura dhe dinte të... Sa të orientoj ty e të lexoje ti? Kemi bërë mori vepra që kanë qenë letërsi e vjetër, pa diskutim, autorët shumë të njohur, Dante... Ishte shkrimtari ju ti preferuar? Po ka shumë. Jo, shkrimtar në letësi, themo, nuk ka shumë, se pak janë letësi shqipe dhe letësi botërore, po letësi shqipe. Kë ke... Po, vështirë të bëj një përzgjedhje. Pa na thoj 2 apo 3 emra pase. Që, Kadarena apo Dritrojnë? Apo ke një nga Elbasani, se mund kesh edhe nga Elbasani ti? Po them Dritrojnë. Dritrojnë, më shumë se Kadarena. Më shumë se Kadarena. Po pse? Ka ndonjë arsye? Nuk është se ka ndonjë arsye të veçantë, po thjesht drejtëroje. Tani, me që po nga letërsia do të kaloj çik te arti me ty unë, aty te protesta PD-s ishte mora fjalë. E filloi, u hap protesta me këngën Mora fjalë. Është një këngë patriotike që mua më pëlqen shumë dhe besoj gjithë shqiptarëve u pëlqen. Po tani, a kishte ndonjë lidhje që ajo protesta foltorja të hapi me këtë? Tani ato duan të ngrejnë atë dashurinë si rastin e Kurtit në Kosovë. Po Kurti e përdor bukur si kartë. Po Berisha ka një diferencë madhe me Kurtin dhe ka një diferencë madhe dhe midis shteteve. Sepse jemi në periudha dhe në kohë të tjera. Në Kosovë politika funksionon ndryshe dhe pa diskutim që Kurti bëri atë luftën me SBA-n për kartën kombëtare, për ta mbrojtur fort kartën kombëtare, sepse vetëm karta kombëtare mund të jepte fitore. Aty ja futi kota i po... Po mi unë po ta analizoj tani. Të bësh armik Amerikën, fala Lesja. E ka bërë armik. Nuk jam dakord me politikën e Kurtit, po ta analizoja me këngën e Berishës. Okej, se kalon me... Më kupton, nuk jam dakord fare, sepse nuk mund të marrësh ti si kryeministër i Kosovës një sulm ndaj faqeve të ambasadës amerikane atje dhe duke mbajtur ato lloj shëndrime, po aty nga halli politik i duhet ta bënte. Kurse Berisha nga dëshpërimi politik, po kopjon një model i cili nuk ka lidhje me realitetin në Shqipëri. Këtu doja dilja. Ky është mesazhi. Kështu që këngën Mora fjalë i shikon atje detarët e një kohe tjetër, një etape tjetër, por harron që vitet kanë kaluar, doktor, koha ka ndryshuar dhe etapa jote politike ka përfunduar. Nuk ndizen atë dashuria kombëtare në Shqipëri me kauzat e interesit personal të ti, të familjes ti dhe të birit ti. Nuk i beson me askush. Tani, ke ardhur në studio dhe të vlerësoj për këtë të falenderoj kështu kuqezi. Po. E gjeta, e? E gjeta. E ke ardhur e veshur Kastile. Do të këto ditët e fundit patjetër se janë festat e nëntorit, dhe thonjt prandaj kanë bërë të kuq e kanë një domethënie të veçantë. Do thonjt e kuq flak dhe bluz kuq yt, dhe këti me zeza. Patjetër, kuq e zi. Një luk patriotik quhet ky. Patjetër. Një luk i përvjetorit pavarësisë. Ku do ta vesos? Tani jam midis Vlorës dhe Tiranës, mbetet për të parë. Me shumë probabilitet në Vlorë. Në Vlorë? Po. E do Vlorën, a? Gjithmonë ka pëlqyer Bregdeti. E dashuroj detin më saktë. Tani, këtë fjalë me që më ngasmon këtë fjalë ndashuri. Më ti je e fijuar, e martuar, e dashuruar. Çfarë statusi ke? E dashuruar. E dashuruar? Po. Kush është i dashurit? Është një raport cili nuk kam dëshirë ta bësh publik. Do ta gjej. Do ta gjej. Më mirë thua sot se do ta gjej dhe do them që e gjeta. Bëj publike. Është figurë publike? Është private, Lande. Është private, jo, është drejta jote. Këtu triqem unë. Por duke qenë se je bërë vetë shumë figurë publike. Po kur ta bëj publike dhe fejesën nëse do ndodhi, pa diskutim do ta marrësh vesh. Jo, kur the atë që kur të martohem unë do kenë më shumë atje të ftuar, unë të uroj të trashëgosh, ta bësh sa më shpejt të dasmën, e lidhur qengë dhe gëzojmë shumë për këtë, dhe
Mezi po presa të dasmën që të bëj lajmin, ta shkruaj, do ta them këtu që Alesia Balliu bëri kaq ftesa. Sepse mbajti fjalën që ka thënë, sot është data 25 nëntor, mbajti fjalën që ka thënë që do ftoj më shumë në dasëm se sa ka protesta. As mos e diskuto fare. Mos e diskutoj, e? Po, patjetër. Ua, se ti gjysmë do i kesh nga Feriza, e ndej. Pastaj nga Elbasani, nga Tirana, e kuptova. Tani, Alesia, ti si avokate ma thuaj diçka për dosjen Balluku, si statusi, çfarë parashikon, se ne është trajtuar këto ditë, nuk se ka ndonjë gjë të re, por si juriste, ma bëj një analizë si situata? Do ta ndaj në dy pjesë, siç e kam thënë dhe për rastin e zotit Velia, unë mendoj që nga ana morale, pa diskutim që zonja Balluku duhet ta jepte vetë dorëheqjen dhe të linte drejtësinë të operonte dhe të vepronte. Tani ta ka pak nga ana kushtetuese në një shtat që thotë të qartësi që pushtetet janë të ndara. Dhe pa diskutim, në opinionin tim, që KKO-ja nuk mund të pezulloj nga detyra, jo. Tu flet si avokate? Po, si avokate. Në një shtat i kushtetutës e thot, nuk e them unë. E thot ligji, e thot. Po mira, mund të vazhdoj deputete. Tani ka diçka. Nëse GKK-ja ka hallin që zonja mos vazhdoj detyrën, mund të jepte arrest shtëpie. Po jo arrest shtëpie. Pse duhet ta lëj? Arrest shtëpie duhet merrte lej në kuvend. Po patjetër, më ta çonte me shkresë spaku zotëri zyrtar në kuvend, kërkonte heqjen e imunitetit. Po, sepse nuk e votonte PS. Po jo se ka një gjë dhe votonte PS-ja, sepse këtu e mbron spaku deri diku Ramën. Sepse në momentin që spaku i çon shkresën zyrtare zotit Rama, zoti Rama është detyruar që të mbaj fjalën dhe deklaratat që thotë që unë nuk merr me punët e drejtësisë dhe i lëj ato të operojnë, do vepronte duke votuar pa diskutim dhe talinte. Po pikërisht për këtë po them. Dhe duke lënë, sepse duke lënë ti në këtë lloj mase që ke lënë zonjën Balluku ti e bën Ramën viktim, që thotë nuk shkel dot kushtetutën. S'është e thellë kjo. Dhe këtu ti e ndihmon atë, se pa diskutim ai thotë nuk do shkel kushtetutën, se unë e provova një herë me Erionin ma ktheu kushtetuta. Tani unë do bëj 2 herë njëjtin gabim. Dhe pa diskutim që presidenti ka të drejtën të emërojë dhe të shkarkojë lande. Kryeministri ka drejtën të propozojë. Dhe pa diskutim nuk ka të drejtën GKO-ja të pezullojë. Po mirë, ka të drejtë kryeministri të ngrijë, siç e ka ngrirë tani zonjën Balluku? Se e ka ngrirë. Tani nuk e ka ngrirë kryeministri zonjën Balluku. Tani mos disinformojmë, atë e ka ngrirë GKO-ja. E ka ngrirë spaku i cili duhet shonte shkresën ligjore për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kam fjalën këtu që derisa e ka çuar në kushtetuese. Po jo pra se është gërnës që cilin e bën drejtësia. Ti mund të kërkosh heqjen e imunitetit zonjës dhe ta lësh në arrest shtëpia nëse ti ke frikë që kjo zonjë të fshim provat, ndërhyn tek procesi. Kam një pyetje juridike. Po. Kush është tani ministër i infrastrukturës? Po zonja Balluku është prap. Jo, Rama tha që ajo është e pezulluar, është e ngrirë më saktë. E ngrirë quhet kur shkarkohet. Jo, s'është shkarkuar. Derisa të jepet vendimi tha i kushtetueses, zonja Balluku nuk ka atribute. Po patjetër pra. Atëherë kush firmon sot në Ministrinë e Infrastrukturës? Sot firmos po Rama. Se nuk ka si firmos tjetër njëri. Jo, si ministër themun. Po si ministër është po ajo, përsa nga ana ligjore nuk është shkarkuar. Është që s'ka përgjigje të qartë. Po më ka një përgjigje kjo, ka shumë qartë, unë ta specifikova. Ramën tani, GKO-ja ka vënë në rolin e viktimës. Duke mos pasur target, as ta shkarkoj, as të vendose. E ka lënë dorën e kushtetutës. Për sa mund ta japi gjykata kushtetuese? Po mendoj që për rastin do jetë shumë shpejt? Shumë shpejt, si për rastin Velia. Ti do pranoje të ishe avokate e Belinda Ballukut? Po pse jo? Pse jo? Të dile Berisha ti e thoshe, ja, shiko, armike e popullit, armike e PD-s. Po tani, unë do isha një avokate serioze, jo si ai avokati Berishës që tregon gay dhe lesbiket në për Facebook. Për Genci Gjokutën e ke? Tani, unë do isha një avokate serioze, pastaj ka dhe një gjë. Që ka për Genci, më thy dhe njërë? Unë jam një avokate serioze lande. Dhe jo si ai Berishës që? Jo si ai Berishës ta që tregon gay dhe lesbiket në Facebook, me statuse. Kaq, pastaj klientin unë nuk e zgjedh. Është klienti që më zgjedh mua dhe po të më zgjedhte si avokate, pa diskutim do kisha i çështje big, do isha shumë. Po Berishë mund të isha avokate Berishës? Jo. Pse? Se me parimet e mia nuk shkel. Unë Berishën e besova. Ti merr Belinda Ballukun, nuk me Berishën? Nuk e marr Berishën. Ç'a thua?
Sepse me Berishën kam pas një raport personal, një raport politik, një raport mbi të cilën unë nuk shkel landi mbi parimet e mia, ka qenë një ndër personazhet që kam besuar, kam investuar kohën për kushtimin tim tek ajo parti dhe për mos se mora një zhgënjim të madh kur reagova, mora vetëm fyerje dhe linçim nga ajo parti. Nga niveli më i ullët tek niveli më i lartë. Kurse çështja se po flasim në anë profesionale tani, avokatie, zonjën Balluku, pa diskutim që do ta merrja. E ka mbrojtur mirë Genc Gjekuta i zoti Berisha si avokat? As pak jo. Nuk e ka mbrojtur? Jo, në opinionin tim jo. Ku ka gabuar? Tek të gjithë deklaratat e tij mediatike, mënyrën se si shprehet, mënyrën se si ai ngatron aspektin profesional me atë personal, duke kaluar tek këto tema që sapo të përmenda dhe duke u futur edhe në çështjet partijake të Sali Berishës, duke dhënë mendime. Një avokat, nëse ka një profesion, e ka për të qenë profesional, jo për të ngatruar dhe me politikën. Unë nuk e ngatroj profesionin tim me politikën. Alesia Balliu avokat është një gjë, Alesia Balliu në politikë është një gjë. Unë edhe kur kam qenë në një studio tjetër, se po më thoshte përgjigju Alesia po si avokati, tash jo, unë të përgjigje po ta jap politikisht. Që ti t'jesh i qartë që ky është qëndrimi im politik. Nuk ka lidhje ky me opinionin tim ligjor. Se janë dy gjëra ndryshme. Dhe kjo e ka dëmtuar zotin Gjekuta? Po patjetër më që e ka dëmtuar sepse ai është ngjyrosur. Është ngjyrosur, edhe nëpër ekranin e për kështu. Është avokati ti, po ti fol për sa i përket ligjit. Mos na trego. Do ti thuaj që Berisha prandaj ka humbur këto gjyqe? Për mua nuk është avokat profesionist i nivelit lartë. Dhe prandaj ka humbur? Tani për çka ka humbur, këtë llogari duhet ja japi Genci Berishës, jo unë ty. Kështu që në optikën time është kompleksur politika me ligjin dhe është kthyer dhe Genci në një personazh PD-ist. Po, zoti Meta, mund ta merrje? Si avokat? Pse jo? Si po e mbron Kujtim Cakrani? Se e ka pasur Genc Gjekuta, iku ai. Me pasion e shoh unë nëpër daljet e veta televizive, mbrojtjen e tij, diskurset i ka ligjore në shumicën e rasteve. Po? Mendoj që po i bën një mbrojtje të mirë për mos situatës aktuale që është zoti Meta. Dhe si e parashikon... Nuk e shoh avokatin e Metës të bëj deklarata për Partinë e Lirisë. Jo, shoh vetëm që ai bën deklarata kur cënohet klienti i tij dhe e ka dhe të detyrueshme për shkak edhe të gjendjes që është zoti Meta, sepse kanë në dy raste të kundërta është në burg. Dhe avokati dhe mund të marrë një atribim për të dhënë edhe një gjë ekstra sepse ai është në një gjendje izolimi, kështu që unë e shoh profesionist avokatin e tij në këtë aspekt. Qartë. Si e parashikon çështën Balluku? Si do shkojë? Do e para njëherë si do japi vendim gjykata kushtetuese? Për mua dhe në informacionet që kam, politikisht, mendoj që për pak ditë Spaku do dërgoj shkresë në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Po? Dhe për arrestimin? Po. Do thënë Spaku do kërkoj arrestimin e zonjës Balluku në parlament. Do kërkoj heqjen e imunitetit. Heqjen e imunitetit, se kjo është procedura e parë. Pastaj kalojmë aty, se nuk shkohet direkt. Po gjykata kushtetuese? Për gjykata kushtetuese pastaj unë mendoj që do t'i japi të drejtën zonjës Balluku. Në një shtat i kushtetutës është i qartë, patjetër. Balluku po është i qartë me landi se nuk e ka atributin tani ta pezulloj nga detyra. Ti nëse unë e thash dhe pak më parë, ti mund ta çosh arrest shtëpia nëse ke frikë që ajo mund të fshi provat, të heqë provat. Nuk mund ta pezullosh. Pezullimi vjen me dekret nga presidenti. Vjen si propozimi i kryeministrit, do të thotë që gjykata po fut hundët tek ekzekutivi. Tek ekzekutivi dhe s'mund ta bësh se në një shtat i kushtetutës e thotë qartë dhe shpreh qartë te Republika e Shqipërisë për ndarjen e pushteteve, ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi. Legislativi shqiptari, do të thonë pushteti i tretë ndërhyn te i dyti. Do të thonë gjykata kushtetuese do japi në favor të zonjës Balluku. Mendoj që do japi në favor të kushtetutës. Heqjen e imunitetit. Po e ardhmen pastaj si do shkojë? Ajo del në politikë dhe duke thënë. Unë mendoj që duhet ndjekur procedurat ligjore, duhet të respektohet ligji, duhet që ato të kërkojnë heqjen e imunitetit ligjërisht të zonjës Balluku, mos ta pasojnë topin te Rama dhe mos ta bëjnë këtë një lojë mediatike
e cila nuk i shërben askujt. Nëse duan të marrin masa reale, të marrin në masa ligjore. Këtë po të them Landi. Sa e dëmton kjo qeverisjen e zotit Rama dhe pse duket i pashketësuar nga opozita? Tani ai mund të jetë e ke gabim, nuk është i pashqetësuar zoti Rama. Është i shqetësuar. Ka një opozitë shumë fort që quhet SPAK. Dhe nuk quhet Partia Demokratike e Shqipërisë. Opozita e Shqipërisë është SPAK. Tani opozita e vetme është SPAK-u. Ai SPAK-un që Berisha e quan Altin Troplini, band kriminale. Po pra po. Ai Altin Troplini ka futur gjithë bashkëpunëtorët e Ramës në burg. Pse Sali Berisha nuk e mbështet SPAK-un? Çdo lider tjetër i opozitës do ta duartrokiste duke ndihmuar kaq shumë sepse do vinte opozita në pushtet. Po Berisha e di çka ka frikë Landi? Që mos mbas balluku të shradha e tij. Dhe Berisha e ka frikë Altin Dumanin. Po ti e ke frikë? Jo Altin Troplinin, kë? Që SPAK-u mund të godasë zotin Berisha? Nëse zoti Berisha vërtetohen akuzat pa diskutim. Duhet të Po ti vetë ke frikë SPAK-u? Për çfarë duhet ta ke frikë SPAK-u? Po jo mund të bëra pyetje, unë bëj pyetje. Jam e korruptuar. Po ti s'ka pas funksion shtetëror një, po Nëse jam e korruptuar dhe s'kam për çfarë ta kem frikë SPAK-u. Është për ta pasur frikë SPAK-u? Frikë SPAK-u duhet ta ken këto që kanë 2-3 akuza. Jo, flas politikanët, duhet ta ken frikë këta që nuk i ka prekur SPAK-u deri tani? Po atyre i kanë hyrë rrethet. I kanë hyrë rrethet, po të them që SPAK-u është opozita vetme e Ramës. Bashkëpunëtorët e Ramës janë nga Altin Dumani sot në burg dhe frika Berishës është mos po tani si ke informacione se ti je juriste dhe avokate. Kush është zgjidhet drejtuesi i SPAK-ut? Nuk kam informacion lidhje me këtë. Ti s'ke informacione? Nuk kam informacion. Këtu s'e besoj fare këtu. Nuk kam informacion. Ti s'ke informacion? Se 4 janë ata kandidat. Në mos gaboj deri në datën 8 duhet të jetë zgjedhur, ha? Deri në datën 8 dhjetor. Dhe se ka shumë kohë. A mendon që do ta vazhdojnë ai që do zgjidhet pasardhës si zoti Dumani atje ku e la Dumani apo do ketë probleme SPAK-u? Si e parashikon? Shpresoj se po pati lëkundje do jem pa diskutim favor të pushtetit, se sado Saliu e shan SPAK-un, SPAK-u vetëm ka ndihmuar Saliun sepse nuk ka asnjë të djathtë i cili të jetë brenda. Është gjithë e majta, gjithë bashkëpunëtorët e Ramës. Unë shpresoj shumë që personi që të vit ketë integritetin e Dumanit dhe të ketë dhe dashurinë për punën. Patjetër me këto rezultate nuk i kishim parë në 30 vite Landi, tani flasim drejt. Tani kemi të pandehur zëvendës kryeministren, kemi zëvendës kryeministrin Arrati, kemi kryetarin e bashkisë Masekura, kemi ish presidentin e Republikës në Shqipëri te burgu. Tani në ku i kishim parë në këto? Mund të jetë zonë. Tani në kohën e Berishës, më fal për shprehjen, Berisha i thoshte Ina Ramës kurvë dhe lavire bulevardi tani. Imagjinoje sa ka përparuar standardi drejtësisë. Jo, atë se të parën se tha i lavire, tha. Po të dyja i ka thënë. Jo, lavire, tha. Po të dyja i ka thënë. Lavire i ka thënë. Tani, këtu jam unë, këtu që di unë, këtë se diti. Të gjitha këto kanë ndodhur si sulme ndaj agresion ndaj drejtësisë. Sot nuk e agresion. Sot ke vetëm Berishën, i cili ka luksin tiki poshtë SPAK-ut, thot Irena me 5 mbriemra, me 4 mbriemra, Altin Troplini, dhe ky Altin Troplini dhe kjo Irena thjesht po suportojnë shqiptarët, popullin shqiptar të vihet kjo drejtësia e vonuar, se shumë e vonuar. Edhe për çështjet e individëve të tretë është shumë e vonuar. Krahasim me dëmin që kanë bërë me korrupsionin, dëmin që kanë bërë me popullin, dëmin që kanë bërë me shqiptarët, dëmin që më të madh që mund të ketë bërë është që kanë bërë grup shteti, duke larguar rinin, duke çuar njerëzit në emigracion, duke vrarë shtresën e mesme, duke vrarë ekonominë dhe duke lënë ca individ cilët nuk i shërbejnë dot vetes tyre, jo më qytetarëve. Mund të jetë zonjë drejtuesi ose pasardhësi i Altin Dumanit? Nuk kam informacion kush do të besoj fare, as tu s'besoj fare. Kush do të vi viti pa informacion. Çfarë thua Alesja Balliu? Kush do të vi nuk dua të prononcohem lidhje me sistemin e drejtësisë. Nuk dua ta lidhësh me profesionin, e ke fjalën. Pikërisht. Prandaj edhe. E lëm të zgjidhet, pastaj vjojmë komentat. Të bëj pyetje kështu, Alesja, ti ke qenë shumë aktive në këtë kohë në media. Ka një gazetar që s'e ka ftuar? Me sa di unë të gjithë kam qenë ftuar. Ti ke qenë të gjitha emisionet. Të gjitha emisionet. E Mëngjesit, të Drekës, para dite, para buke, mbas buke, në prime time, në të gjitha ke qenë. Kam qenë, faktikisht kam qenë.
Shëse të duan gazetarët, të duan shumë gazetarët. Alesja, thot e gazetari, ata Alesja se ke marrë, më thot më. Po prit më se ka marrë Alesja. Jo, u bë shumë, duhet marrë Alesja. Alesja është zjarë, thot, në studia. Domethënë, nuk ka asnjë gazetar që nuk të ka ftuar. Rekord. Tek të gjithë kam shumë. Që qa lajmi? është vënë këtu ky lajm. Të gjithë gazetarët, drejtues emisionet e kanë ftuar Alesjan. Domethënë dhe për emisionet po flasim jo politike, ëh? Kam shumë dhe të jo politikë, të vëshoja goxha, kam shumë. Se politike domethënë nuk ka kështu që të mos kesh ftuar, mos kem ftuar. Po te syri shkon? Jo, vetëm syri ka qenë. Nuk kam shumë kurrë faktikisht. Mos e shiko me atë sy. Jo, nuk kam qenë edhe kurrë për hir të vërtetës dhe kur kam qenë te PD-ja. Po pse? Nuk e di, e habitshme. S'kam qenë kurrë. Po t'u them unë aty të bëj një thirrje këtu, ftojeni Alesën se nuk do zgjinjeni. Kemi censur. Ja. Jo, të rinë kështu në qikë shumë ftot, pa jo se kam problem fare. Ja, po, as e kanë fare këtë, se gazetarët, mos i bëj gazetarët bashkë me politikanët. Mos e bëra. Jo, nuk e bëre. Po, ja, po bëj një thirrje, ftojeni Alesën se nuk do zgjinjeni. Ne jemi fund tani, po unë prapë kam ngulë pyetja më e rëndësishme që të kam bërë. E ardhmja, sot është 25 nëntor. Më bëj një lloj parashikimi, çfarë do ndodh deri në fund vitit, a do ketë ndonjë ndryshim? Çfarë do ndodh deri në prill dhe çfarë do ndodh nga prilli deri në fund të vitit 2026 pastaj? Domethënë çfarë do ndodh vitin 2026? Mendoj që e rëndësishme është që në 2026 Sali Berisha nuk do jetë më kryetari i opozitës. Tani mund ta përsërisësh edhe një herë se dua që ju lutem regjia fokusoje mirë këtë, bëhen çik zoom, se kjo është pjesa që do jetë më virale. Ti po bën një parashikim sot. Viti 2026, thuaj vetë. Në vitin 2026, Sali Berisha nuk do jetë më kryetari i opozitës dhe i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Kjo është dëshira jote? Jo, kjo nuk është dëshira ime, kjo është... Do të çojë mëngjes se do thotë do ikë? E ka thënë Bujani Shani, Berisha nuk ikë nga Berisha. Po e ke gabim Landi. Berisha nuk ikë nga Berisha, po do ikin demokratët të gjithë nga Berisha dhe do i plotësohet profecia e tij dhe një vetëm Tiemsa do ngelun. Se e ka thënë dhe këtë në një fjalim. Kështu që mendoj që kjo profeci dhe mund t'i shkojë. Unë këtu di të them me qartësinë dhe qetësinë që Sali Berisha në 2026 nuk do ta drejtojë më opozitën shqiptare. Unë s'kam më pyetur çfarë do të jetë mbyllur. Sepse koha dhe epoka e tij politike kam përfunduar. Unë nuk kam të bëj pyetje tjetër. Po mirë, po për Ramën? Tani Ramën e mban Berisha aty. Ditën që do ikë Berisha, dije që e ke dhe Ramën të larguar nga pushtetet. 2030 do jemi antar i BE-s? Këtë nuk di ta them, shpresoj për të mirën e shqiptarëve, për gjithë ato individ cilët e duan antarësimin dhe mua përfshirë këtu, pse jo? Unë jam pro zhvillimit dhe pa diskutim çdo gjë që është e mirë për t'u integruar me Bashkimin Evropian, të ndodhi sa më shpejt dhe në mirën e përbashkët të gjithëve, pak rëndësi ka na fusin majtas apo na fusin djathtas, rëndësi ka ty Shqipëria në BE dhe kjo është që arritje për gjithë Shqipërinë. Tu folem mbi palët. Po. Jemi në fund. Alesja, e mbajtje fjalën, thej gjëra të reja. Ke bërë një intervistë, jo si të intervistat e tjera, s'ke përsërit veten këtu. Tu ke thënë gjëra të veçanta. Është aftësi edhe gazetarit, Landi. Po unë të falenderoj shumë, Edhe unë gjithashtu. Faleminderit dhe suksese në aktivitetin tënd politik, por edhe të shikojmë se si do të dalin këto parashikimet. A do të dalin po jo? Je i ftuar? Kjo është e sigurt. Je i ftuar? Kjo është e sigurt. E sigurt, ë? E sigurt. Shikojmë, nuk e di më atë. Nuk e di. Shqipëria politike është e paparashikuar, e paparashikueshme. Ta kesha mua këtë. Kam 30 vjet gazetar, në Shqipërinë politike nuk mund parashikosh asgjë. Nuk ka. Shqipëria politike është e paparashikueshme. Megjithatë, faleminderit. Faleminderit ty. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Lançafoku, mirupafshim.